Jemi në pjesën e 4 të videove që trajtojnë sinusin dhe kosinusin e një këndi. Jepet një ushtrim përmbajtja e cilit është kjo, në cilin kuadrant përfundon brinja e dytë e këndit x, i tillë që kosinusi x të jetë më i vogël se 0 dhe sinusi x të jetë më i madh se 0. Për kushin e parë, kosinusi x më i vogël se 0, përcaktojmë në boshtin e x-eve segmentin e selektuar me ngjyrë të verdhë, dhe është ky segment që tregon vendin gjeometrik ku kosinusi i një këndi është më i vogël se 0. Me anë të këtij segmenti orientohemi në lidhje me harkun, ku duhet të përfundoj këndi që kosinusin ta ketë më të vogël se 0. Vazhdojmë me kushin e dytë, pra sinus x më i madh se 0. Fillimisht në boshtin e y-eve përcaktojmë atë zonë ku sinuset janë më të mëdhenj se 0 dhe në lidhje me segmentin e përcaktuar orientohemi për harkun i selektuar me ngjyrën portokalli, tek i cili duhet të përfundoj brinja e dytë e këndit që sinusin e ka më të madh se 0. Do të jetë harku i selektuar me ngjyrë të kuqe, harku tek i cili përfundojnë brinjët e dyta të këndeve që plotësojnë njëkohësisht të dy kushtet. Kosinusin e x-it e kanë më të vogël se 0 dhe sinusin e x-it e kanë më të madh se 0. Pra, duke u bazuar te ky hark, themi se është pikërisht kuadranti i dytë përgjigja e kërkesës së ushtrimit ton. Kështu mund të marrim disa raste këndesh që përfundojnë në kuadrantin e dytë, dhe të gjithë këta kënde e kanë kosinusin më të vogël se 0 dhe sinusin më të madh se 0. Vazhdojmë me një ushtrim të dytë, në cilin kuadrant përfundon brinja e dytë e këndit x, i tillë që kosinus x i të jetë më i vogël se 0 dhe sinus x i barabartë me minus 1/3. Pra përqendrohemi në kushin e parë, kosinus x më i vogël se 0. Kjo pjesë u sqarua në ushtrimin e parë, kështu që do të jetë pikërisht harku i selektuar me ngjyrën vjollc, ai që tregon se ku duhet të përfundoj brinja e dytë e këndit që kosinusin ta ketë më të vogël se 0. Vazhdojmë me kushin e dytë, pra sinus x të jetë i barabartë me minus 1/3. Përcaktojmë në boshtin e y-eve minus 1/3 dhe duke u nisur nga kjo pikë, ndërtojmë një drejtës paralele me boshtin e x-eve. Kjo drejtës ka dy pika takimi me rrethin trigonometrik dhe janë dy pika takimi që mund të na shërbejnë si pika ku mund të përfundojmë brinjën e dytë të një këndi dhe të kemi në të dyja rastet sinusin të barabartë me minus 1/3. Por do të interesohemi vetëm për njërin prej këtyre pikave, për ndërtimin e këndit. Dhe kjo për arsye sepse duhet të sigurojmë dhe kushtin që kosinusi i këtij këndi të jetë një numër më i vogël se 0. Pra, është pikërisht ky kënd ai që plotëson të dyja kushtet. Dhe për t'i dhënë përgjigje të drejtë për drejtë kërkesës së ushtrimit ton, do të thoshim se këndi përfundon në kuadrantin e tretë.